Kjo tema e origjinës së plagës së braktisës është e gjanë edhe ka pikat të shumta të cilat na u mundum disa me i përmend, po du me ndalë edhe të një pikë që para disa ditëve me një mikesht time avokate e përmendi dhe më la shumë përshtypje dhe patjetër më duhet me marrë mendimin tonë, tha që shumica prej divorceve ndodhin nga frika, tha vinë për shembull gra ose burra dhe thonë po më tradhton partneri. A ki fakti jo s'kam, po unë po menoj që po më tradhton. Do me thonë e kanë të instalune xhelozin, friken, se pe tradhton, pe braktis, pe len, po ik, po ndahet, edhe kjo tha është arsyeja e këtë diskutimeve që vinë deri te divorci. Edhe mu më la shumë përshtypje, sepse nëse në një vendim kaq të rëndësishëm të jetës familjar e marrim me një frikë të patrajtune, atëherë është shumë serioze problemi. Jo, në esencë të këta persona të tillë, për shembull, nëse s'ka fakte, nëse s'ka kurrë, atëherë gjithmonë në esencë është kjo frika nga braktisja. Po, pikërisht prandaj edhe pyeta. Dyshime, pse sepse ka pasiguri. Gjithmonë aty ku ka pasiguri ka edhe dyshime shumë të mëdha. Aty ku ka siguri nuk ka dyshime. Kështu që domethënë pasiguritë nxisin këtë frikën e braktisjes dhe normalisht që tash mendimet veç fillojnë me marrë materiale, po pastaj për shembull shpeshherë këto pasiguri tona shpeshherë i ushqejnë ndoshta edhe gjërat me të cilët na ushqehemi çdo ditë. Pra ushqehemi virtualisht, për shembull, shohim video të ndryshme, për shembull, sot ti nëse hyn në TikTok dhe thot, ja shiko thot, shenjat se partneri yt po tradhton ose ky dhe ti fillon me u fiksu me ato, do thot edhe mjaftojnë edhe pasiguritë tua, ndoshta mjafton edhe ndonjë përvojë më hershme edhe skenari u bë, do thot, dhe aty dyshimi vetëm është 100% dhe fillon me besu në dyshim. Diçka tjetër është për shembull nëse partneri vetëm ka tregua si flamuj të kuq ose red flags, ato që në fillim do thotë po, dhe ti përkundër atyre i ke ignoru dhe e ke pranu, dhe më vonë do thotë fillon çështja me ardh prapë me bërë renditë dhe aty tash është diçka tjetër, do thotë për me dyshu ose për me pas ankesa. Mirë po nëse me të vërtetë është gjithçka okay me partnerin, nuk ka dyshime, nuk ka diçka të tillë, atëherë shpeshherë kjo është një punë që duhet na me bë me veten tonë dhe me pasë çka është brenda nesh ose cilat janë përvojat tona ose çka ka ndodhur ndoshta me ne në fëmijërinë tonë ose qoftë edhe me braktisin ose qoftë me këto pasiguri tona që ndoshta duhet me i trajtu në mënyrë që mos më i bëj dëm edhe partnerit ose dikujt tjetër.